kur kërkohet diçka dhe nuk gjendet, arsyeja për këtë është sepse ajo gjë nuk ekziston. A e dinit në atë kohë kush ishte përgjegjës i UÇK-s, para pas faqeve para prake referohet nëntori, dhjetori 98, ndoshta apo jo? Përgjigje mendoj se po. Pyetje, dhe nëse kjo mund të ndihmoj, mund t'ju tregoj deklaratën apo për mbledhjen e deklaratës tuaj që keni dhënë mbrojtjes së faqit dhe do t'ju lexoj atë që është shënuar në paragrafin 53, ku lexon në vjesht dhe dimër të 98-s nuk ishte mundur të identifikohej për një person që ishte përgjegjës i UÇK-s. Vazhdon të jetë kjo dëshmia juaj? Përgjigje po. Kjo është arsyeja për të cilën u deshën muaj dhe muaj të tërë që të kemi ndonjë diskutim të vërtet me njerëzit e UÇK-s, dhe kjo është arsyeja e kompleksitetit e vështirësisë për të bashkuar delegacion, për të krijuar një delegacion të shqiptarëve të Kosovës me njerëz dhe personazhe të ndryshme. Për pyetje po, dhe për të përfunduar lidhur me këtë temë, keni dhënë dëshmi lidhur me të në seancën përgatitore javën e kaluar, ku ju keni thënë, dhe kjo është në paragrafin 33, arsyeja për të cilin ata nuk mund të gjenin dikët një person që ishte përgjegjës i UÇK-s, ishte sepse nuk ishte askush përgjegjës. Fakti që ju keni vazhduar të kërkoni kaq për një kohë kaq të gjatë sugjeron se ky problem nuk ishte zgjidhur. Ata nuk ishin zgjidhur këtë problem. Përgjigje, mendoj që kjo është 100% e saktë. Ndonjëherë kur kërkohet diçka dhe nuk gjendet, arsyeja për këtë është sepse ajo gjë nuk ekziston.